إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد falenderimet dhe ladhërimet I takojnë vetëm Allahut Azza wa Jall. Salavatet dhe salamat I dërgojmë Muhammedit alayhi salatu wassalam. Paqja dhe mëshira Allahut Azza wa Jall qoftë mbi të, familjen e tij, mbi shokët e tij sinqer besnik, edhe mbi të gjithë ata që e pasojnë atë deri ditën e gjykimit. Të nderuar xhamat, të nderuar vëllezër, Allahu Jalla wala e ka krijuar njeriu si krijesë sociale, që shumicën e rasteve nuk mund njeriu të jetë I suksesshëm vetë, e as nuk mund të jetoj vetë. Shumica e punëve të mira kryhen me xhamat, me shoqni, e pak prej tyre kryhen vetë. Për atë arsye, kjo fe e përsosur ka ardhur që të na ruajë ndjenjat tona të brendshme, të na ruajë neve mendimet që I kemi karshi njëri tjetrit, dhe të na ruaj edhe interesin e përgjithshëm, qoftë ai interes financiar, fetar edhe moral. Për atë arsye, pejgamberi alayhi salatu wasalam po mdoket që këtë fjalë që do ta komentojmë sot në këtë hutbë, sikurse me pas thonë kohën e sotit. Na si popull shqiptar, për ne Zoti na ka dhënë shumë të mira. Prej të mirave na ka nderuar me fe. Prej të mirave e ka bërë që kombi jon shumicën e aspekteve tjetë komb I pastër, pastërtia edhe gjëra tjera. Mirë po si çdo krijesë tjetër, si çdo krijesë njeri, si çdo komb, edhe kombi jon I ka disa tmeta, të cilat tmeta I ka potencu pejgamberi para 1450 vjetëve, dhe këto tmeta kanë qenë të përhapura në kohën e ignorancës. Sot elhamdulillah njerëzit janë vetëdijsu, njerëzit janë civilizu, edhe besoj që janë më të kujdesshëm që mos me prek njëri tjetrin në ndjenja, në pasuni, në moral edhe në gjëra tjera. Për shkak kom fjalën, transmeton Imam Muslimi në Sahihun e tij nga sahabiu I nderuar Ebu Hurajra se pejgamberi alayhi salatu wasallam ka thënë: La yabi'u ar-rajulu ala bay'i akhihi wa la yakhtubu ala khitbati akhihi illa an ya'dhana lahu. Tha pejgamberi sallam për dy problematika që I kemi pas si popull, kanjëherë edhe në kohën e sotit I kemi. E para tha pejgamberi sallam, mos ndërhyje askush prej juve në shitblerje, te shitblerja e vllavit vet. Në dy, mos përzihet asnjëri prej juve tek fejesa e vllavut të tij, e shokut të tij, përveç se me lejen e atij. Çka I bjen më shqip? E para, Allahu e ka leju shitblerjen. Wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Zoti e ka leju shitblerjen dhe sa kamatën e ka bëu haram, gjunat madh. Dhe është e lejuar fetarisht që me bëu tregti, me bëu shitblerje. Mirë po në këtë rast duhet me pas dy gjëra parasysh. E para është mos me mashtru, mos me tradhtu, se ka thonë pejgamberi sallam, men ghashana falaysa minna. Ai cili mashtron nuk është prej neve, prej rrugës teme. E dyta është me I rujt ndjenjat e brendshme të njëri tjetrit, mos më ju përzin tregti. Që shpjegohet kjo hala ma shqip? Forma e parë që është e lejume, është kur dy vetë kanë hyrë me një projekt, me një produkt. Për shembull, ka shku m'ja ble një serbit shtëpinë, ka shku me ble një kerr të filani që ka kjerra me shit. Edhe ka marrë vesh që kjo është të dash me ble shtëpinë e filanit. Sa po do me ble 50.000 euro. Nëse këta sun mirën vesh në pazar edhe përfundon marrëveshja, s'ka shitblerje në këtë rast, e kitë lejume me unë kyçti në këtë punë. Rasti I dytë kur është haram është momenti kur I shef në tavolinë dy vetë. Edhe tupi kafat a dy, ki I thot sa po ma shet shtëpinë, çështu top tan. Vallai thot I kom 350 metra tokë, shtëpia me ka vlerë çikaç,
me 60.000 euro ta jap. Pavarësisht a është shqiptar as ka është. Edhe ty ki marrë vesh që këta ju në taku për çfarë qëllim. Edhe shkon ulesh në takim. Më së pari, nuk bën mu ul pa i marrë leje. I përshëndet, nëse s'keni diçka personale, a mundë me ul. Kulturë është. E dyta është, nëse ulësh, nëse ata nuk e ndrojnë bisedën, nuk bën mu përzi. Për shembull, ki thot 50.000, ti drejtohesh tine me 45.000 ta japun e valla. Çka bën këtë rast? Ja prish pazarin. Kjo është haram fetarisht. E treta, ki marrë vesh që këta ju në marrë vesh pazar me 120.000 euro, me shtëpi, me hyrt, me krejt. Edhe ka dola e pi marrveshjes, e kom fjallën pi takimit, të artë të shtëpia, ja boni telefonat. Të pash dole pi filanit, pa urno, sa blejte, që kemi marak në shqiptar, 120.000 valla blejta. Për një ma, pa s'ka kur zhoba atje vjetë ti me pa banesën teme, shtëpien teme, çfarë keri ka mune, me 115.000 ta jap. Edhe kjo është haram. E radhës, të ndërua xhamat, është mi arrit çmimin. Çish mi arrit çmimin? Ka him bised me ble filan produktin, ti ki marrë vesh, ama nuk je interesu me ble. Po edhe nëse je interesu, ata ju në marrë vesh, s'pëdina 60.000, 65.000. Shkon ti edhe ja përzin. Çka i përzin mazdarkës, që kam pas marak shqiptar me shkute kujshia ton, sa po të lyp ki, 50.000 marka, 70.000 t'ja pune. Kisa ka pas njët me ble, vesh me kryo fësat. Shkon njësër ja shkon parët, në falve komshi se po më lusin me 70.000. Në i na marrë vesh për me 60.000, kujshia jotë ma dha 70.000 valla. Prishet bazari, a i se a blen heq. Hajde kujshi i bleje, po prish bazari mu. Pse e ka ndalu këtë islami o xhamat? Me rujt nderin, pasurin, edhe me i rujt ndjenjat e mbrendshme. Nëse s'ki mundësi me i ndihmu vllaut, s'paku mos e pengo, edhe mos bën pra dallavera. E dyta tha pejgamberi sallam, mos u përzin e fejesën e vllaut tond. Vesh nëse ai t'jep leje. Çka i bjen kjo, mos u përzin fejesën e vllaut tond? Rasti i parë është e ki marrë vesh që filan shoku jot i bankës, i biznisit, i shkollës, i kudo koft, kujshi e ka lyp filanën. Te din që ata enda mazot i mirë, ajo që ke ndershme. Kur ti duhet me ja lyp, i vetë miras që lejohet, pra kur e merë vesh që ai si ja ka dhonë, ja ka këpu që s'po ta jep qikën, edhe kur ai thot filan e kum lypun e filan vajzën, po nëse do lyp edhe ti. Në këtë rast ki drejt, rastet qia janë haram, qysh janë haram, për shembull, e ki marrë veç që filani për e lyp filan qikën. Ama nuk e din sakt a ka marrë përgjigje pozitive a negative. Ama te e din që familja qikës ka respekt për familjen tonë dhe për ty. Për shkak pushtetit, për shkak autoritetit, për shkak pasunisë. Në këtë rast kanë thënë ulemaja, është haram me shku mja lyp. Edhe pse s'ki njohuri a ka marrë përgjigje pozitive, a ka marrë negative. Pse? Për shkak se ka mundësi ata jo në kontu e mendu, a mja dhonë filane qikën ajo, kur t'kam pa ty që po ja lyp, e ka ndryshu me ndjen. Çka ki po këtë rast? I ki në hak vllau tonë. Po aga është ka qenë caktimi jemi, na nuk e dim i ku na o caktimi. Masit ndodhe, i feju ma ato, që atëherë mujt është me thonë, caktimi jemi po me në rrugë ilegale, jo në rrugë halal. Edhe këtë rast nëse se din sa e ka dhonë përgjigje pozitive, a negative është e ndaluar fetarisht, me shku mja lyp qikën derisa definohet puna, pe jep, s'pe jep. Rasti tret, halama haram, se ki rast është, e njef ke shokun tënd, edhe e din jetën e përditshme. Ai ka mundësi, te qika u paraqit që ka pasuni, ka mundësi, do sa ne i ka zmadhu. Edhe ti ki vlerë ma shumë se ki, aspektin e pasunis, aspektin e autoritetit, dëshiron me përdor autoritetin e babës, e migjës, autoritetin tonë, edhe me shku me shkel vllaun. Ata i kanë thonë po na duhet kohë ta kryet qika shkollën. Sa ka edhe një vjet ka me diplomu. Ki mundohet edhe me mish edhe me shpirt. Mesazh rrjetet sociale qikës. WhatsApp, Instagram, Facebook. I përdor këtë metodat. Çon mësit. Edhe ata hutohen baba dhe nona. Ma ne mos gabumbe që jadhan filanit. Ata halasin taku, as kafe, s'kampia, si unë vetëmu. A pendroj mendjen. Allah në rujt. A është grua atine. A i ka bu një qama ato. Andaj është haram rëpsisht e ndalu me mu përzi
në fejesën e vëllaut, përveç nëse ata i kanë thonë s'po ta japni, edhe dyta ki shku i ki thonë jaran, kum një që ja ki qumë sit para 3 mujve, filanës, a bon edhe unë i mi qumë sit, si thoje pa, që jam sit, nëse thot ka dalë se Allah s'kon përgjigje, e ki haram që me u përzine këtë rast. Edhe meselja fundit është, ki qeni martum, edhe i dapi grujës mas 10 vjetëve martes. Aja gru, nuk është gruja jotja, e ka për obligim ma shumë se 40 dit me prit me kalu i deti. Edhe në këtë rast, anim se te ki pas gru, kush do me jaqu mësit ka drejt para te e me jaqu. Andaj është e leju me fetarisht që nëse gruja është do, i ka kalu i deti 4 muaj edhe dit, atër e ka drejt se cili me i qumë mësit të filan gruje, e nuk duhet me thonë ti, filan pëse jaquove para muje, se unë e kum pas me jaqu, a e ka qenë gruja jemja, në këtë fetarisht do të e ka të lejume. Pse Islami të ndëruar xhamat, edhe pse pejgamberi i ka këshill këto gjëra, për shkak se kanë qenë shumë të theksuar në kohën e ignorancës, edhe besa dhe kohën e sotit kanë erdhur vepron këtë punë, edhe e dyta e ka përdor Islami këtë formë, këtë masë preventive që mos me kriju urrëtie në mesin e njerëzve, edhe mirujt ndjenjet e atij që ka autoritet, edhe atij që s'ka autoritet. Atij që është i pasur, edhe atij që s'është i pasur. Atij që është i bukur, edhe atij që nuk është i bukur. Me tregu që kjo fe është për krejt. Kjo fe ka barazi, edhe ka drejtësi. E lutem Allahun që mos të him një tjetrit hak, qoftë në aspektin martesor, qoftë edhe në aspektin e biznesit. Ata që mirën me biznes, e lutem Allahun që të mirën me biznes halal dhe të jap Allahu sukses, dhe sa ata që janë ende beqar, edhe kërkojnë për të martu, e lutem Allahun që të amundsojnë nga janë grua të ndershme edhe të devotshme. Amin, amin, amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an was sunnah wa nafa'ni wa iyyakum fima qultu wa ma sami'tum. Astaghfirullaha li wa lakum ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.